Jemi sërish bashkë dhe këto minutat e mbetura të programit do t'i shfrytëzojmë për të folur për trajnimin bazat e profesionit të udhërrëfyesit turistik që është mbajtur sot gjatë ditës dhe do të mbajt edhe për 2 ditë të tjera organizuar nga Guide KS. Kështu që në lidhje të drejt për drejt kemi Enes Toskën. Përshëndetje Enes, faleminderit shumë që u bëre pjesë e pasdites, për shkak të angazhimeve nuk patet mundësi që t'jeshit në studio. Përshëndetje Mediana, faleminderit për hapësirën. Fakt ne e përfundum ditën e parë për atë arsye patëm pak të pamundshme me ardhur në studio te ju. Faleminderit edhe një herë. Megjithatë edhe kështu ne do t'i marrim padyshim informacion rreth këtij trajnimi, e konsiderova shumë të rëndësishme duke e ditur se sa çdo herë e më shumë po shkon duke u shtu nevoja për të pasur udhërrëfyes profesional në vendin tonë. Është këtu faktin që po shohim ende ajo që ne kemi folur në studio muaj më parë pranin e udhërrëfyesve të cilët nuk e dim se nga vinë edhe nga vendet të tjera dhe nuk e dim se çfarë ose se si interpretojnë historinë e vendit tonë të tjera. Kështu që besoj që shumë e rëndësishme të krijohet një trajnim i kësaj natyre. E nisim kështu me qëllimin e këtij organizimi. Po, është e vërtet ajo që tha, është një sfidë fakt që edhe në disa paraqitje normal po ju falenderojmë edhe juve për gjithmonë hapësirën që keni dhënë për këtë temë, një prej sfidave që guidat turistike ose sektori jonë e ka është prezenca e guidave të huaja, të cilat nuk janë as të regjistruara, as të licencuara në Kosovë, kështu që po në mënyrë që me e mbush këtë boshllëk, Guidex ose shoqata e asociacioni guidave turistike të Kosovës, këto ditë morëm një iniciativë në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës edhe më saktësisht me Divizionin për Zhvillimin Akademik, Cilësi, Monitorim dhe Karrierë, me cilët bashkërisht e dizajnuam një version të shkurtuar ose ta quajmë pak më specifik hyrje në profesionin e udhërrëfyesit turistik. Ky është një trajnim i shkurt, pra që edhe vetë emri e tregon, është hyrje në këtë temë, mirëpo për neve është shumë e rëndësishme interesimi shumë i madh që patëm të studentëve rreth që kanë aplikuar dhe sot e patëm ditën e parë dhe do të vazhdon edhe nesër dhe pasnesër me trajnim. Pra të kënaqur me interesimin e studentëve për të bërë pjesë e këtij trajnimi në këtë afat që ju patët paracaktu për gjithë ata të cilët duan të bëjnë pjesë e trajnimit që është dashur ta plotësojnë një formë dhe kjo pak a shumë mund të shihet edhe si një aspekt pozitiv që ka studentë të cilët e shohin veten si një udhërrëfyes në të ardhmen. Absolutisht, kjo na bën neve shumë të lumtur për aplikimin që i kemi pas gjatë kësaj periudhe, që sot i patëm domethënë mbi 40 studentë, edhe thjesht ai entuziazmi, interesimi ty ne ke shumë i rëndësishëm, edhe kjo neve na jep një shpresë, na jep një kurajo për me vazhdu punën me ta. Edhe që është edhe ma e rëndësishme në këtë punë është që kemi studenta nga regione të ndryshme, kemi studentë nga profile të ndryshme profesionale, shumica dërmuese nga Fakulteti Filozofik, mirë po kemi nga historia, nga departamentet e ndryshme që thjesht kjo e tregon që kemi studentë që janë të interesuar dhe profesioni i guidave turistike është i përshtatshëm nëse ata e kanë pasionin, nëse kanë dëshirën për me u marrë me këtë profesion, munden dirisht me vazhdu një punë të tillë. Edhe ajo na që po mundohemi këto 3 ditë, normalisht është një version i shkurtuar, ose qysh edhe cekëm është hyrje në bazat kryesore të udhërrëfimit turistik, është që kena me mundu me i dhonë disa informata bazike teorike, po që është në rëndësi që kemi mundu nesër vetë se i kanë marrë sot detyrat, nesër do dalim edhe në teren me ta, në kampus të universitetit, sepse mos të harrojmë që kemi shumë turistë që vinë në vetë kampusin e universitetit. Do e marrë parasysh edhe biblioteka është një prej ndërtesave të para që vizitohet nga turistët, kështu që përpos pjesës teorike po mundohemi edhe me ja balancu me disa njohuri praktike, sepse emocioni i udhërrëfimit është totalisht më ndryshe, dallon prej asaj në klasë dhe në teren kur dalim direkt. Nuk e di apo ndëgjohemi, Mediana?
Unë nuk po e ndëgjoj, nëse mundem ndoshta edhe vetëm me vazhdu me një informat shtesë që me këtë trajnim po mundohemi edhe me ofru një lloj mundësie shkëmbimit të përvojave dhe informatave që i kemi me studentët, pra me pjesëmarrësit e trajnimit, ku pjesë e trajnimit përpos trajnerëve që kanë qenë që janë pjesë e shoqatës tonë, kemi edhe profesor edhe ligjerus të ndryshëm që do të na ligjerojnë për tema të ndryshme që lidhen me Kosovën dhe në përgjithësi me udhëfimin turistik. Enes? Am dëgjon? Dëgjoj. Mirë, sa i rregullova pak bateria, nuk e se pas nga më folë pak shumë, e pas kam shpenzu baterinë e mikrofonet, po jemi në rregull tash. Okej, rregull. Po të pyesja më herët, për këta 40 studentë që janë përzgjedhë, do të jenë ata që do të vazhdojnë edhe në dytet e tjera të trajnimit, apo jo? Nuk është se do të ndryshohen? Jo, patjetër, janë të njëjtit sepse programi i trajnimit i ka disa tema specifike që përmban komplet trajnimi, dhe normalisht duhet patjetër me i kalu këto 3 ditë bashkarisht që shqetësej ka edhe pjesën teorike, po edhe pjesën praktike për me marrë certifikatën e pjesëmarrjes, po thjesht ndoshta për me kuptu edhe për shikues tanë, domethënë trajnimi 3 ditor është relativisht i shkurt, mirë po si hyrje në profesion është e mjaftueshme sepse për neve është me rëndësi që studentat me pa vlerën e këtij profesioni, me pa pse ky profesion është shumë atraktiv kohëve të fundit të Kosovës dhe na do të mundohemi që nëse jo të gjithë, po sidomos një pjesë e madhe e tyre të vazhdojë edhe matutje që të pajisen me informata shtesë dhe të bëhen guida që të shohim edhe në terren direkt të kyçur në sektorin ton, pra të ofrojnë shërbimet e tyre ta quajmë edhe si guida kështu zyrtarisht. Mirë shumë. Më bëri përshtypja ajo që tha sa i përket profileve të studimeve të këtyre studentëve që janë interesuar dhe kanë përfituar nga ky trajnim falas që ju është ofru. Goxha diversitet më duket në atë se çfarë na thatë në mesin e këtyre studentëve që janë bërë pjesë e këtij trajnimi. Po, edhe ky është një fakt që neve na bën shumë të lumtur që ECEKA kemi, do me thonë, qoftë sidomos prej fakultetit filozofik, drejtimit qoftë sociologji, kemi edhe nga arkitektura, kemi edhe nga historia, do me thonë, janë një diversitet edhe nga juridiku, edhe nga ekonomiku, kemi nga mjedisi, do me thonë, kolegë që, do thonë, prap kjo e pasionon këtë diapazon të njohurive që një guid duhet ketë edhe njohuri të përgjithshme, po edhe duhet ketë edhe njohuri specifike për subjektin për cilin do ta prezantoj, qoftë një qytet, qoftë një pjesë të caktuar të Prishtinës apo një rajon të caktuar. Tash kur ECEKA që kemi edhe prej mjedisit, për shembull, me gjasa këta kolegë ose kolege munden edhe me vazhdu rrugtimin e tyre edhe si guida malore, sepse ne e dim që Kosova përpas aspektit kulturor ose shtërësimeve historike ka dhe potenciale të mëdha të natyrës, kështu që detyra jonë ose misioni i trajnimit është mja bo atraktiv, sa ma shumë këtë profesion dhe ata me vazhdu rrugtimin e tyre, ndërtimin e tyre si profesionist në të ardhmen në këtë lëmi. Flasim pak për ditën e parë, më pastaj edhe për 2 ditët e tjera, se përmende që do t'jeni nesër më shumë në teren, po sa i përket ditës së parë, shkoj gjithçka ashtu si që kishit paramendu, besoj që ka qenë shumë interaktive i gjithë trajnimi, sa ke pasur mundësi me pa që ka informata bazike të këta studentë dhe që pastaj vetëm sa vinë edhe përforcohen përmes komunikimit me ju që jeni profesionist fushës? Dita e parë, normal shkoj si pas agendës, si është planifiku, patëm normalisht na mundohemi me qenë sa ma interaktiv në sesionet tona. Ajo që ka kemi rëndësi fillimisht me unë njoft me disa standarde që ofshin ato ndërkombëtare, po edhe standardet lokale që aplikohen në Kosovë rreth këtij profesioni, pra pa e njoft kontekstin se ku kemi me vepru, pa i di disa standarde bazike të komunikimit ose të informatave që duhet qofshin aspekt të orëve, qofshin aspekt të njohurive teorike dhe praktike. Kjo ka qenë më shumë dita e parë. Patëm edhe disa ushtrime kështu interaktive. Pjesa nështë interesante ke që e bënëm një lloj, ta quajmë një lloj simulimi të rolit të guides edhe rolit të turistit, ku guida përgatitet për një prezantim për një lokalitet të caktuar dhe në anën tjetër
turisti i përgatit pyetjet e veta ose pritjet që i ka nga vizita në një lokalitet caktuar, kështu që aty fillon ajo ndeshja e parë se çka duhet guida me përgatit paraprakisht dhe cilat janë pritjet e turistave që jo gjithmonë ka herë janë të njëjta ose të nivelit njëjtë, edhe kjo e bën punën e guidave ndoshta edhe ka herë edhe më sfiduese, sepse ndonjëherë unë e mora edhe shembullin konkret edhe prej përvojave personale, po edhe kolegëve të mi, shembull nëse na kemi në agjendën tonë me vizitu bibliotekën kombëtare, shpesh turistat, domethënë ti tu fol për bibliotekën kombëtare, janë nisë me të pyet, "Ok, a mundesh më tregu për këtë kishë?" Edhe ti e vazhdon rrëfimin ose informatën për bibliotekë, jo që do me evitu, por thjesht ndonjëherë turistat vinë edhe me pyetje aty për aty gjatë prezantimit tonë, dhe edhe na gjithmonë duhet jemi edhe fleksibil gjatë prezantimit në mënyrë që më ju përshtat kërkesave, dhe normal do e marr parasysh që Kosova në herë mundet me qenë edhe një vend që vizitohet për herë të parë, ka edhe informatat elementare, bazike mungojnë tek turistat, edhe shpesh na duhemi me shku edhe në informata fillestare që pastaj të fillojmë edhe him në detaje caktuar të një lokaliteti. Ajo çka ka edhe sot që tam nesër do të vazhdojmë prapë me disa pjesë të ligjëratave edhe praktik, do të mundohemi bashkërisht me bëni një lloj ushtrimi për elementet kryesore që i ka kampusi universitetit. Për shembull, i kanë marrë detyrat kolegët tonë, për shembull kanë u përgatit për bibliotekën kombëtare, për galerinë e arteve, për kampusin përgjithësi, do të flasim për boostin se fakt aty janë elemente që janë të dukshme në kampus për Fehmi Aganin, për Anton Qetën, për katedralen Nan Tereza, po edhe për kishën që është e papërfunduar, sepse kjo është një rrëfim që gjithë studentët e kanë, edhe normalisht turistat janë kurioz me e ditë, qoftë për atë bosh, qoftë për atë kishë, ose për ndonjë ndërtesë specifike, kështu që nesër e kemi pjesën e terrenit, ta shohim se sa janë përgatitur kolegët. Ndërkaq dita e tretë, çfarë pritet të ketë? Besoj më shumë me rezume të këtij trajnimi. Po, dita e tretë prapë do të kemi terren, normalisht sa më shumë kemi terren, i përsërisim domethënë informatat ose ndron kandidat, se QCK i kemi mbi 40 kandidat, edhe na normalisht duhet me i dhonë mundësi gjithë kolegëve me i bo prezantimet e tyre, po ajo që është ma interesantja këtu, kur dalim në terren, na e bëjmë edhe simulimin e situatave të ndryshme, ku njoni prej nesh, ose prej kandidatëve në këtë rast, e luan rolin e guidës, përderisa antarë tjerë që prapë edhe ata janë studenta, po ata e luan rolin e turistit. Kështu që në këtë mënyrë na mundohemi me mësu prej njëri tjetrit, edhe me i përsërit, po prapë kemi edhe tema të tjera, për shembull kemi temën e informatave të përgjithshme për Kosovën, pastaj kemi Kosovën në shekullin 20, e kemi një temë specifike që flasim për turizmin e errët ose dark tourism, që është pak më specifike, shembull që lidhet me memorialin e heroinave, domethënë me këto tema që ndërlidhen me luftën ose me konfliktin në Kosovë, kështu që edhe këto tema kena me i prek gjatë këtyre 3 ditëve. 40 kandidat nuk është pak, edhe kërkon kogja impenjim edhe me u menaxhu, po besoj edhe me u nda detyrat edhe me i marrë në konsiderat gjithë secilin. Kështu që po besoj se edhe ju si ligjërues jeni disa, apo jo, a i përmendim edhe kolegët e tjerë që janë të përfshirë në këtë trajnim? Patjetër, po, ne jemi gjithsej 4 trajner të shumë prej Gajdekset ose prej shoqatës tonë, përderisa i kemi edhe 2 ligjërues shtesë, profesorin Artan Krasniqi, i cili është profesor në sociologji dhe ai do të na flet më shumë për pjesën e interpretimit të monumenteve, ka qenë edhe autor i librave Monumentet, nëse besoj audienca e nje, po ashtu edhe kolegu jon i cili është edhe guid, po është i specializuar në histori, ai do të na ligjëroj për pjesën e shekullit 20 në Kosovë, përderisa na 4 kolegë, domethënë unë, Muameri, kolegu jam, Lavdia, kolegja dhe Nailja, do të jemi, domethënë, në pjesën e angazhimit qoftë të temave që kanë bënë me teknikat ose artin e udhërëfimit, që prekim shumë elemente të udhërëfimit, po normalisht edhe pjesa e terrenit që monitorohet ose kontrollohet normalisht prej anës trajnerëve. Shumë, është ky projekt diçka që ju e konsideroni që të vazhdohet, ndoshta edhe në qytetet e tjera, duke marrë parasysh që ndoshta shumë shpesh koncentrimi është më shumë në kryeqytet, por besoj se edhe qytetet e tjera janë më se të interesuar për të përfituar nga trajnime të tilla. Ju personalisht e mendoni si një mundësi që të zgjeroheni tutje?
Tash vetëm ta kemi parasysh që Gaidex ose Asociacioni i Guidave Turistike është një organizatë që avokon për promovimin e profesionit të guidave turistike dhe kjo iniciativë që e kemi marrë është një bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës. Do me thonë, edhe ne gjithmonë të e marrë parasysh që e përfaqësojmë komunitetin e guidave turistike, normalisht që për neve studentët janë një target audiencë ose një grup i kolegëve tonë që shpresojmë të ardhmen do të kyçen në sektorin tonë. Kështu që kjo është, siç e cekëm, është një aktivitet vullnetar që jemi të e bën bashkëpunim normal me Universitetin e Prishtinës. Kemi vetë kërkesë edhe prej studentave që nga universitetet tjera publike në Kosovë dhe normalisht ne jemi të hapur për bashkëpunime edhe me universitetet tjera, sepse në kontekstin tonë vetëm ta kemi parasysh fatkeqësisht tema e udhërtimit turistik nuk mbulohet në universitetet tona publike. Qofshin edhe në universitetet ku turizmi jepet si landë ose si program i veçantë, zakonisht është pjesa e mikpritjes ose hotelierisë, po për udhërfyes turistik nuk kemi zyrtarisht ndonjë program që ofrohet nga shteti ose nga universitetet publike. Kështu që me këto bashkëpunime po mundohemi që sa do këdo mja zhukër shërin të studentët që kanë interesim, edhe normalisht ata me vazhdu rrugtimin e tyne nëse janë të interesum që të dhon dhe të angazhohen direkt në këtë profesion. Mirë shumë. Enes, faleminderit shumë për kohën, shumë sukses edhe në këto 2 ditët e mbehura të këtij trajnimi, por edhe në projektet e tjera për cilat ne gjithmonë të mirpresim në studio, kurdo që të ka diçka, sepse janë padyshim tema që zgjojnë interesimin edhe të publikut. Shumë faleminderit për ftesën edhe për hapësirën edhe një. Grazie, faleminderit.